Në kryeqytet edhe këtë vit, xhamit u mbushën me besimtar për faljen e namazit të Kurban Bajramit. Mes atmosferës festive dhe emocioneve të shumta, shumë qytetarë ndanë ndjenjat e tyre për këtë ditë të veçantë. Besimtarët e cilësuan Kurban Bajramin si festë të paqes, solidaritetit e afërsisë mes njerëzve. Po të themi kështu fillimisht se dje ishte dita ma e lumtur e vitit pas natës së Kadërit, dje ishte dita ma e lumtur, të cilën e kom kalu me kënaqësinë më të madhe, duke luajtur me nipa, mesa dhe fëmijë në përgjithësi. E sot është e paspjegume, nuk ka njëri fjalë apo emocionet janë të tilla, saqë nuk mund të përshkruhet gëzimi dhe lumturia e çdo muslimani në këtë dynjë. Unë sot u kënaqja se nuk kom fal moti Bajram këtu, që atje kam të bunori hajrati që atje. E sot më merr mirë që i posh këta nxonsa edhe më pëlqyen tëna ilahije, Kur'an, krejt. Zoti ju dha shnet edhe juve që keni ardhur këtu. Po karakterizohet se tash për shembull dalëm bojmë Bajram, dalëm me familjarë, shkojnë e vizitojnë Allah tanë katon, të që besoj që e kalojnë mirë. Ata nuk kursyen as urimet më të sinqerta për popullin shqiptar, duke uruar shëndet, begati dhe harmoni në çdo familje. Elhamdulillah, 81 vjet mirë shumë jam. Urime Bajramit gjithë besimtarëve, sidomos krejt shqiptarëve. Unë Kosovës. Urime për popullin shqiptar, harmonia me veti edhe pëlqimi me njëri tjetrin. Që kjo është për mua. E jo armiqësia e xhelozia. Mos jenë të shqiptarët. Uroj që ky popull në ky vend të ketë paqë, mirë kuptim, harmoni dhe shëndet, përse është jeta me jetu edhe të festojmë çdo herë të lumtur e të gëzuar. I uroj këtë festë gjithë muslimanëve kudo që janë, edhe inshallah kena begati në shtëpia, dashuri, harmoni e gjitha të mira. Urime Bajrami të gjithë botën, edhe unë jam shumë krenar që është Bajrami. Kurban Bajrami edhe këtë vit solli atmosferë shpirtërore, bashkime humanizëm, duke rikujtuar vlerat e sakrificës, dashurisë dhe kujdesit për njëri tjetrin.